Po dhe fjalët e mira vazhdojnë edhe jashtë Ramazanit. Po ndalimi nga fjalët e këqija nuk është vetëm Ramazan, keni vure që themi që jam në Ramazan, më prish Ramazanin, lutem. Më prish Ramazanin. Do të thonë që fjalën e keqe mundohemi mos ta nxjerrim nga goja në Ramazan, por fjala e keqe nuk duhet nxirret edhe jashtë Ramazanit. Fjalët e mira duhet i nxjerrim edhe jashtë Ramazanit, sepse profeti alayhi salatu wasalam thotë e kelime tayyibe sadaka. Fjala e mirë është sadake. Lumaj njeri, lumaj besimtari i cili gjithë jetën e vet e jeton me namaz, e jeton me përmendjen e Allahut subhanahu xhelle xhelalu, e jeton me bamirësi, duke u sjell mirë me njerëzit dhe duke i bërë mirë njerëzve. Mund ta përfundojmë një hadith profetit alayhi salatu wasalam, i cili ka thënë sallallahu alaihi wasallam, kur e kanë pyetur ka thënë ja Rasulullah, ka shku një prej sahabëve, shokëve profetit alayhi salatu wasalam, ka thënë ja Rasulullah, kush është puna më e mirë? Në tregot ta bëj një punë dhe kush është puna më e mirë i madhi Zot xhelle xhelalu. Profeti alayhi salatu wasalam i ka thënë an tadkhula surur fi qalbi al-muslim, ti futesh në zemër muslimanit gëzim. Lumaj njeri i cili gjithë jetën e vet i gëzon njerëzit, lumaj njeri që gjithë jetën e vet i lumturon njerëzit, dhe lumaj njeri i cili është sebeb që njerëzit t'i qetësojnë me fjalën e mirë, që njerëzit t'i qetësojnë me buzëqeshjen e vet, që njerëzit t'i qetësojnë me këshillat e vet.